Të dashur miq, përshëndetje. Ditët e ftohta sapo kanë ardhur dhe ne po ndjejmë kujdesin që duhet të bëjmë ndaj lëkurës. Ne do të flasim sot për një tematik mjaft të prekur nga gjithë ne. Ju do të më ndihmoni shumë në këtë rubrikë, pasi do të na jepni gjitha detajet që do të na duhen. Falenderoj që pranove. Faleminderit edhe për juve. Atëherë jemi tamam në sinën e vjeshtës, ka mbaruar sina e verës, sina e nxehtë që shoqërohet me ato problemet e diellit, të tharrisë së lëkurës, të njollave, të dëmtimit të flokut dhe gjithmonë në periudhën e shtatorit, tetorit, pjesa më e madhe e njerëzve kanë probleme me rënien e flokut, që mendohet gjithmonë që është një rënje sezonale. Por ndërkohë problemet e fytyrës janë problemet që gjithmonë janë më të dukshme, më evidente dhe që tërheqin më shumë vëmendjen, dhe pikërisht për fytyrën do flasim sot. Kemi një tharje të lëkurës, sidomos me këto ndryshimet e temperaturave në orët e para të mëngjesit. Problem tjetër që vjet re janë problemet e njollave që kanë mbetur mbas ekspozimit në diell, dhe kuptohet dhe një acarim i lehtë i këtyre problemeve të lëkurës, sidomos se lëkurat akneike, lëkurat me probleme, që gjithmonë periudha e verës i qetëson deri diku, por menjëherë mbas ekspozimit në diell acarimi fillon akoma më i madh. Pra, çfarë presim dhe çfarë mund të bëjmë për trajtimin e fytyrës në këtë stinë? Duke filluar që nga pastrimi i lëkurës, që duhet zgjedhur sipas tipit të lëkurës, për lëkurat me yndyrë, lëkurat mikse, lëkurat e thata dhe lëkurat sensible ose lëkurat kuperoze, që janë lëkurat me kapilar gjaku në sipërfaqe dhe që këto lloj ndryshim temperaturash gjithmonë të lëkura ndjen një lloj skuqje, një lloj hiperemie në sipërfaqe të lëkurës. Kuptohet që zgjedhja e pastruesit do të zgjidhet në varësi të këtyre tipeve që përmendem dhe rekomandohet që pastrimi të bëhet me qumësh detonik, meqense fillon këto temperatura të ulën dhe prania e ujit dhe sapunit ose detergjentëve të tjerë jep një lloj tharje, një lloj kurje të lëkurës. Rekomandohet pastrimi i fytyrës të paktën 2 herë në ditë, sidomos vajzat ose gratë të cilat përdorin make-upin. Pastrimi i lëkurës ka një rëndësi shumë të madhe që të bëhet një ajrosje, një pastrim i lëkurës në thellësi dhe mos kemi atë bllokimin e poreve të saj. Por tek fytyrat me yndyrë, pastrimi i lëkurës kuptohet fillojnë ato gjëndrat e yndyrës, gjëndrat e djersës të kuren duke ulur temperatura dhe nuk kemi më atë sasi yndyra, atë sasi djerse që kemi gjatë të pranishme në periudhën e verës. Pra, dhe pastrimi i fytyrës, lëkurat me yndyrë duhet bëhet më i kujdesshëm, nuk është nevojshëm aq i shpeshtë larja me ujë dhe me detergjentët antiakne saq bëhet në periudhën e verës. Dhe menjëherë mbas pastrimit të fytyrës, rëndësi ka dhe përdorimi i një kremi hidratant ose një kremi antirudh, dhe tek antirudhat unë do të ndaloja që është pikërisht momenti që për zonjat mund të fillojnë përdorimin e antirudhave që janë me përmbajtje acidet e frutave, acidin glikolik, retinolet, të cilat janë shumë efikase antirudh dhe gjithmonë rekomandohen në këtë periudhë kur prania e diellit nuk është shumë i fuqishëm. Pavarësisht se nuk kemi diell, rekomandohet që gjithmonë kremi ditës të jetë me një faktor filtr mbrojtës deri te SPF 15, pavarësisht se kemi apo nuk kemi probleme me fytyrën. Dhe thash tek antirudhat është momenti që të përdoren acidet, retinolet, acidi glikolik, është shumë efikas për sa i përket aspektit të trajtimit të rrudhave. Ndërkohë tek për fytyrat mikse, përdorimi i kremave hidratant gjithmonë për lëkurat në formë T ose lëkurë mikse dhe patjetër lëkurat në trajtimin e fytyrat, në trajtimin e tyre sipas tipeve të lëkurës, rëndësi të madhe merr dhe për trajtimi i pjesës së qafës dhe i dekoltes tek femrat. Mos harrojmë, rrudhja është e njëtrajtshme jo vetëm për fytyrën, por edhe për qafën dhe dekolten. Antirrudha e pjesës së syrit ka një rëndësi shumë të madhe, meqense syri është pjesa që ka mimik më shumë dhe çdo gjë shprehet nëpërmjet shikimit, buzëqeshja, zëmrimi, gjithçka është tek pjesa e syrit që përqendrohet më shumë mimika. Rekomandohen antirudhat që të paktën të fillojnë mbas moshës 25 vjeç dhe kuptohet që do vazhdohen në vazhdimsi. Masazhi do të jetë i kujdesshëm me masazh rrethor me mozat e gishtateve. Rekomandojmë vajzat dhe gratë që të eliminojnë pozicionin e fjetjes përmbys gjatë natës, që mos të gdhihemi me sy të ëndura gjatë ditës, mos të abuzojmë me gjumin gjatë natës, të bëjmë atë orarin e plotë të gjumit për arsye se gjatë gjumit rigjenerojnë gjithë qelizat e lëkurës dhe nëse do të bënim një gjumë të qetë dhe të plot, atëherë do të shikonim që lëkura jo në mëngjes do të ishte shumë e qetë, shumë e shkëlqyer, sesa një lëkurë që është natën pa gjumë, ka bërë një gjumë jo të rehatshëm në pozicionin përmbys dhe kur e shikojmë vetëm në mëngjes sa herë trembemi para pasqyrës, thjesht vetëm nga pozicioni dhe nga mënyra se si flem. Dhe tek lëkurat me yndyrë do ndaloja duke pasur parasysh që është momenti që të fillojmë të trajtohemi pak për sa i përket hidratimit të lëkurës, por gjithmonë duke qëndruar te hidratuesit për lëkurat me yndyrë. Për arsye se thash dimri e zbe dhe ul pak atë sasinë e yndyrës dhe të djersës, por ndërkohë përsëri trajtimi duhet të jetë gjithmonë specifik për sa i përket problemeve të lëkurës, janë lëkura me yndyrë dhe me probleme. Rekomandohet një hidratant, por që të jetë opakizant që mbaj opake lëkurën dhe mos të ndikojë në prodhimin e sebumit në sasi të madhe për ta përdorur gjatë ditës, pa kujdes me përdorimin e kremit pudër,
që gjithmonë duhet bëhet me një bazë kremi hidratant ose kremi antiakne sipas tipit të lëkurës dhe pastaj do të vendoset ajo sipër. Mirë është që me të kthyer në shtëpi kremi pudër ose pudra të eliminohet për arsye se bëhet shkak për përacarimin e mëtejshëm të lëkurës dhe për krijimin e pikave të zeza. Pra janë këto momentet kur duhet I kemi parasysh qoftë për të lëkurat me ndyf, qoftë tek lëkurat që kanë nevojë për hidratimin ose për trajtimin e rrudhave. Kurse lëkurat kuperoze janë çik lëkura më specifike që ashtu si verën nga nxehtësia, por dhe periudhën e dimrit ndjejnë atë irritimin kur ka ndryshime të menjëhershëm të temperaturave nga ambienti I brendshëm në ambientin e jashtëm, ambientet me kondicioner ose ambientet me tym duhani, sidomos tani që preferohen më shumë lokalet për të ndjetur brenda, atëherë këto lloj ambientesh ndikojnë në irritimin dhe në rritjen e qarkullimit të gjakut të enëve të gjakut që janë në sipërfaqe të lëkurës dhe bën shkak shpeshherë dhe për plasaritjen e këtyre kapilarëve. Këto lloj lëkurash patjetër duhet të trajtohen me linja specifike të lëkurat kuperoze. E theksojmë gjithmonë, kuperoze janë lëkurat që janë shumë të ndjeshme karshi ndryshimit të temperaturave dhe që janë me kapilar gjaku në sipërfaqe. Për sa I përket përsëri këtij sezoni do të theksoja që është momenti më I përshtatshëm për pastrimin dhe për eliminimin të njollave të qukave që janë krijuar gjatë periudhës së verës nga ekspozimi në diell. Është stina më e përshtatshme se përdorim jo vetëm trajtimet normale, por dhe trajtimet me acide ose peeling me acide që mund të rekomandohet nëpër sallone. Mund t'i aplikojmë tani pa pasur asnjë lloj meraku për acarimin e lëkurës, thjesht ajo ndjesia e tharjes që shoqërohet në të tilla raste, por ky është një problem që mund të arrit të rikuperohet thjesht me një zbutës me një hidratant të fuqishëm. Moshat e reja, sidomos pavarësisht se mund të jenë atë moshën 17, 18 deri 24, 25 vjeç, patjetër rekomandohet përdorimi I një hidratanti dhe në orët e para të mëngjesit, por edhe në bazdite ose në mbrëmje mbas pastrimit të lëkurës. Nëse në mbrëmje mbas një pastrimi me qumshin dhe tonikun lëkura ndihet e rehatshme, dihet elastike e butë, atëherë kremin mund ta përdorim vetëm në orët e para të mëngjesit dhe gjatë natës mund të mjaftojmë vetëm një pastrim të thellë dhe të kujdesshëm të lëkurës. Duhet bëjmë kujdes që shampo e kokës mos kalojë te pjesa e fytyrës gjatë kohës që bëjmë banjo, për arsye se shpeshherë dhe detergjentët që përdorim për flokët mund të japin probleme me alergjinë, me acarimin, me skuqjen e fytyrës dhe bën shkak që në momentin që vendosim produktin që kemi zgjedhur sipas tipit lëkurës dhe moshës, vëmrej një acarim dhe një irritim akoma të mëtejshëm të lëkurës. Pra, shampo e kokës duhet kalojë vetëm te pjesa e kokës dhe jo me shampon e kokës ta përdorim dhe për pastrimin e fytyrës. Te pastrimi I tualetit të syve gjithmonë duhet jemi të kujdesshëm, të zgjedhim produkte që janë delikate, sensitive, që nuk japin probleme me alergjinë tek pjesa e syrit, se sidomos te femrat që përdorin make-upin, që përdorin rimelin, penelin, pluhurat e ndryshëm. Pastrimi I tualetit të syve merr një rëndësi shumë të madhe duke pasur parasysh që është syri që gjithmonë dhe bëhet shkak për shfaqjen e rrudhave të parakohshme. Duhet pastruar çdo mbrëmje, çdo lloj tualeti që vendosim qoftë pjesa e syrit, qoftë pjesa e fytyrës. Asnjëherë nuk duhet të shtrihemi për të fjetur pa bërë një pastrim të thellë të lëkurës. Për sa I përket përdorimit të eksfoliantit, të skrabit ose të acideve që përdoren më të përqendruara, kuptohet që tani në periudhën e dimrit ato rekomandohen të paktën një herë ose 2 herë në javë, shërbim për pastrim të poreve më në thellësi, për të larguar qelizat e vdekura dhe në këtë mënyrë lëkura jonë do duket gjithmonë më e freskët, më e re dhe produkti që do vendosim më mbrapa ka tendencë që të përfithet dhe të japi atë efektin e vet më efikas krahasuar me një lëkurë që nuk e ka përdorur asnjëherë eksfoliantin ose skrabin. Kuptohet të zgjidhet në varësi të tipit të lëkurës, me kokriza zgjidhet për lëkurat që do t'i thosha janë lëkura mikse ose lëkura të mbara pa probleme, ndërkohë që në formën e acideve ose enzimave përdoret në acide, përdoret në rastin e lëkurave me probleme, ku rasti I kokrizave arrin të acarojë dhe ta irritojë akoma më shumë lëkurën, është ai skrabi në mënyrë mekanike që nuk rekomandohet për këto tip lëkurash, dhe për lëkurat kuperoze rekomandohet peeling me acide. Kuptohet që janë në përqendrime shumë të ulta që janë për përdorime shtëpiake. Ndërkohë me enzima rekomandohet për mosha mbi 40 vjeç, kur është një moshë që do një trajtim pak më specifik, ku lëkura ka ato tendencë nga ndryshimet hormonale që fillojnë ndodhin tani në periudhës së paramenopauzës, lëkura bëhet më ndjeshme, është më sensibël, më e hollë dhe përsëri gjithmonë një skrap me kokriza do ta irritonte më shumë. Kështu që me enzima do bënim shkrirjen e qelizave të vdekura në mënyrë kimike pa e dëmtuar lëkurën dhe duke marrë rezultatin e duhur për aspektin e vazhdimit të përdorimit të kremrave.
Në fakt ju jeni në kontakt çdo ditë me klientët tuaj, klientët, por çfarë shihni, cilat janë problemet më të shpeshta të fytyrës tek femrat shqiptare? Kuptohet problemi i akneve, që është problemi i adoleshencës, problemi i lëkurave gjithmonë tek mbas moshës 30 vjeç që fillojnë problemet e tharjes së lëkurës dhe të shfaqjes së rrudhave të para, por shpeshherë vjetre për shembull dhe ato rrudhat e para të mimikës ose të tipit të lëkurës, kur është lëkurë shumë e thatë ose ato rrudhat në formë këmpule që quhen ndryshe, që janë tek pjesa e syrit. Dhe pavarësisht se është teoria që kremi i syrit fillon mbas moshës 25 vjeç, në të tilla raste bëhen përjashtime që fillohet një trajtim më i parakohshëm. Megjithatë unë jam e kënaqur, do thosha që pjesa më e madhe, pjesa e musa mund ta quash gjithë, jo vetëm femrat, por dhe meshkujt bëjnë një kujdes vërtet shumë intensiv, do të thosha, për lëkurën, janë shumë të interesuar, gjithmonë pyesin për produktet e reja që dalin, për produktet e ndryshme dhe në varësi të stinës. Tash është tjetër vera, tjetër periudha e vjeshtës dhe akoma më shumë dimri që na pret përpara, ku gjithmonë pak a shumë pjesa më e madhe kanë probleme me tharjen e lëkurës. Ka kaluar kohë ndoshta që nga momenti që meshkujt kanë filluar të kujdesen për lëkurën, sepse ndoshta është një trend i ri, më duket. Unë do thosha që unë u bëra vite në këtë profesion, unë bëra gati 16 vjet dhe mund ta them me kënaqësi që dhe klientët meshkuj janë gjithmonë në rritje. Kuptohet, problemet e fytyrës është një kategori që janë mosha adoleshencës që nuk kanë dëshirë dhe normal është gjuna që të kenë probleme dhe të shfaqen në jetën e përditshme në shoqëri me ato problemet e akneve, por dhe problemet e rrudhave, problemet e tinjave janë probleme që meshkujt janë filluar të interesojnë, bile shpeshherë dhe gratë nëpërmjet grave që merr gruaja një krem antirrudhë dhe pastaj nxitet dhe bëhet dhe buri thotë të përdor dhe unë ose vetë gruaja që ja merr bashkëshortit, por do thosha që klientët janë gjithmonë në rritje dhe është vërtet një interes që sa vjen dhe shtohet. Edhe në fund të kësaj bisede, disa këshilla të vogla për gjithë ata që janë duke na ndjekur në këto momente. Mundoni të mos abuzoni me gjumin, të pini ujë në sasi të madhe, të mos bëni kapërcimin e vakteve, të mos dini asnjëherë në orët e para të mëngjesit sapo keni lar fytyrën, se ndryshimi i menjëhershëm i temperaturave e plasarit dhe jep një tharje të menjëhershme, një acarim të lëkurës dhe një jetë e shëndetshme, një jetë e qeshur, e gëzuar, do thosha gjithmonë reflektohet te lëkura dhe tek shëndeti juaj.